Zonja dhe zotëri, përshëndetje, mirëmbrëma. Jemi në Sport Magazin, do të fokusohemi sot tek basketbolli shqiptar, tek ky sport tradicional, por natyrisht që ka dhe problematika. Jo vetëm tek basketbolli, por dhe tek një bashkim kimik, le të themi, i çuditshëm sot nga 4 federata, të cilat bëjnë sportet outdoor, realizojnë sporte interesante dhe jo vetëm kaq, por prodhojnë dhe turizm vendas dhe turizm të huaj, pra turizm sportiv. Për gjitha këto ne sot do të flasim me 3 të ftuar, të cilët janë Bruno Daliu, basketbollist, që ëndër i mirënjohur i kampionatit tonë të basketbollit. Bruno, përshëndetje, luan me Kapzën, e cila është në treshen e kandidatëve për titull. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Alket Islami, i njohur për fluturimet e tij në qiell gjithë kohë, jemi këtu, jemi bashk. Jemi në televizion. Jam sot mirë me 2 qendra të larta. Fluturojnë. Normal, në tabel. Aeronautika, sporti i cili bashkohet me ciklizmin, me federata tjera sot. Ishte dita më e mirë fakt që të bënin këtë punë në këtë të ftohtë madh, nuk ishte se si të ndodhte ndryshe, nuk kishte mundësi dilim jashtë, vetëm brenda. Po është shumë interesante, si shepë edhe vetë, që ka koha që gjithë sportet e natyrës, që e the outdoor, të jenë bashkë me një program të mirë dhe program kalendari ka fat gjatë në për vite, sepse sjellin të ardhura dhe sjellin turizëm. Okej, është interesante, do flasim gjërësisht për këtë. Redi Vogli, përshëndetje, mirë se erdhe, the best player, lojtari më i mirë i vitit i shpallur nga Komiteti Olimpik i Sporteve, por dhe fair play. Faleminderit për ftesën. Urime dhe për çmimin. Faleminderit. E dy fish do të thoja. Okej, para se të fillojmë diskutimin, e shikojmë një insert, një blok insertesh lidhur me zhvillimet më të fundit. Grupimi më i njohur i tifozëve të kombëtarës shqiptare Tifozat Kuqezi kanë dalë hapur kundër Federatës Shqiptare të Futbollit për mënyrën se si po menaxhohet shpërndarja e biletave të Europianit. Grupimi që prej 12 vitesh është i pranishëm në çdo ndeshje të përfaqësuesës, është shprehur mjaft i ndinjuar që kërkesa e tyre për bileta nuk është marrë parasysh nga qeveria shqiptare e futbollit. Në adresën tonë nuk ka ardhur asnjë përgjigje, qoftë edhe negative. Kjo është një papërgjegjësi institucionale e njerëzve të federatës, që me mishe me shpirt po mundohen që të vjelin frytet e kualifikimit të kombëtares në Francë dhe të bëjnë pazar për gjithçka që kalon nga duart e tyre. Tashmë, pas arritjes së qëllimit pra kualifikimit për kampionatin evropian, Federata Shqiptare e Futbollit, siç duket, nuk ka më nevojë për tifozat Kuqezi. Kjo është një ditë e vështirë për të gjithë tifozët e sinqertë të kombëtares. Kjo ishte pjesa më domethënëse e deklaratës zyrtare të tifozave Kuqezi, të cilës sqarojnë se i kanë kërkuar FSHF-s një numër të caktuar biletash, ashtu si në fakt ka ndodhur gjithnjë në të shkuarën, duke mos marrë asnjë përgjigje. Gjithsesi, grupimi kryesor i tifozëve të kombëtares ka premtuar se do të jetë gjithnjë në mbështetje të skuadrës tonë përfaqësuese. Megjithatë, reagimi i institucionit drejtues të futbollit në vend nuk ka vonuar. Në portalin zyrtar, federata shkruan se biletat administrohen nga UEFA dhe se federata nuk ka të drejta të plota në shpërndarjen e tyre. Për këtë arsye është formuar klubi i tifozëve të kombëtares, ku të gjithë mund të përfitojnë biletat e kërkuara. Në fakt, tifozët Kuqezi nuk kanë pranuar të përfshirë në këtë klub, duke qenë një grupim i pavarur. Merkato e dimrit në Shqipëri po hyn në fazën më të nxehtë. Skuadrat kryesuese po bëjnë lëvizjet e tyre me synim për forcimin e grupit për pjesën e mbetur të sezonit. Partizani, pasi afroi Atandën dhe Filipe Gomesh, mund të bëjë goditjen më të madhe të këtij sesioni të shitblerjeve. Pero Page mund të vishet i kuq. Golashënuesi më i mirë edicionit të shkuar në kategorinë superiore me fanellën e Kuksit është në majën e listës së dëshirave të klubit kryeqytetas dhe drejtuesit e demave po lëvizin në çdo drejtim vetëm për të përfituar aftësitë e kroatit. Page aktualisht aktivizohet tek Estegali në kampionatin iranian dhe nuk ka shprehur dëshirën për t'u larguar. Megjithatë, nëse ofertat e kuqve është më superiore se paga që ai përfiton në Iran, atëherë kjo martesë e re mund të kryejë me sukses për lumturinë e të gjithë tifozëve të Partizanit. 33 vjeçari, edicionin e shkuar me fanellën e blu e verior, shënoi 31 gola në 35 takime të zhvilluara, duke qenë absolutisht lojtari më i mirë i nën kampionëve të Shqipërisë. Por aftësitë e tij ai ka treguar edhe me klubet e tjera në vendin tonë, si Tirana, Dinamo e Skënderbeu. Për momentit negociatat vazhdojnë dhe pritet që në ditët në vijim të kemi zhvillime në këtë front. Në krahun tjetër, pas Sebino Plagut, Skënderbeu ka rikthyer një tjetërish benjamin të tifozerisë, Nureddin Orelesin. Nigeriani, përpara se të transferohej tek Metalurg Zaporozhye në Ukrainë, luajti për 3 sezone me koçarët, duke u shpallur 3 herë kampion, nga viti 2011 deri në vitin 2014. Tashmë ai do të jetë sërish pjesë e bardhëkuqve, me këta të fundit që fituan duelin me flamurtarin.
Sportet outdoor janë mbledhur për një bashkëpunim midis 4 federatave për të vendosur një nivel më të mirë funksionimi në vitin 2016. Federata e aeronautikës, Federata e motorciklizmit, Federata e zhytjeve në ujë dhe Federata e rafting do të jenë së bashku për një sinkronizim dhe harmonizim më të mirë sportiv për këtë vit kalendarik. Nga federatat pjesëmarrëse u prezantua analitikisht agjenda e eventeve sportive. Madje për sportistët më të mirë, u ndanë edhe çmime të ndryshme. Sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Aeronautikës, Artjon Vreto, tha: Ne vendosëm së bashku të gjithë federatat outdoor, jemi 5 federata, vendosëm së bashku të organizojmë një takim dhe të japim nderimet dhe çmimet për 2015-ën dhe të tregojmë punën që është bërë për 2015-ën, por dhe të premtojmë çka do të bëjmë në 2016-ën. Është hera e parë që federatat outdoor bashkohen për një qëllim të përbashkët, masivizimin e sporteve tona. Janë sporte elitare, tashmë ka ardhur momenti që zëri jon dhe këto sporte së bashku të dëgjohen në mbar Shqipërinë. Sportet outdoor janë shumë të zhvilluara në vendet europiane dhe jo vetëm. Shpeshherë ato shihen si burim i mirë për zhvillimin e turizmit sportiv. Faleminderit të gjithë. Vetëm pak kohë më parë, pra në Muzeun Kombëtar janë bashkuar shumë njerëz, janë bashkuar shumë federata të cilat duan që të bëjnë, të ngjizin këtë sport, të ketë masivitet, të ketë pjesëmarrje. Në fakt, nuk janë vetëm shqiptar, por janë dhe të huaj elket. Në fakt aty ju patë disa federata që janë kryesore dhe më dinamike, më aktive në aktivitetet e reja që mund të themi aktivitetet në natyrë. Normalisht Shqipëria po prezanton në nivel sportiv pjesën tjetër të saj, pjesën e natyrës, ku sportet që janë natyrë tani nga dita në ditë dhe nga vit në vit po bëhen akoma më atraktiv dhe më me dinamik. Edhe erdhi momenti që Federata e Aeronautikës, Federata e motociklizmit, e ciklizmit, e zhytjes, e rafting, gjitha këto bashk u mblodhën sot për të dhënë platformat e tyre dhe për të bërë një program përbashkët në sensin që atje ku do ketë një aktivitet rally, motociklizmit, ketë edhe aktivitet mbështetës nga fluturimet apo nga rafting, nëse ka lum apo në det. Mbledhen më shumë njerëz që mos shkojnë vetëm për një gjë. Për të mbledhur më shumë njerëz dhe duke mbledhur më shumë njerëz ka më tepër aktivitet, jo vetëm një disiplinë, për shembull po marrim me dy fjalë, do jetë Albania Open në Vlorë në maj, se në vend që kemi vetëm fluturime, do kemi edhe aktivitete tjera, zhytje apo rafting ose kanoe në det. Është ide e mirë që të shtohet. Absolutisht, po sepse ka arë momenti, ne po diskutonin edhe para se fillonin emision. Kemi dy diva këtu në krah, unë vetë kam luajtur basketboll dhe e luaj me pasion basketboll. Edhe ti basketboll ti e luaj? Edhe luaj çdo të premte, çdo të martë ndjehem me shok, pavarësisht se ne jemi në nivel tjetër, po rastisht na vjen do flisket për basketbollin. Po, patjetër. Na vjen të merr kur shohim që këto sporte nuk janë aty ku duhet. Kam përshtypjen që ka momenti që sportet e natyrës janë në momentin më të mirë për një start mbar, për një start fort, sepse kemi treguar që me aktivitetet që bëjmë marrim fusim incoming, fusim shumë turist huaj, shumë sportist, mbi të gjitha dhe sportist shqiptar, vajza dhe djem. Pra, është një edukim i madh publik i njerëzve që merren me sportet. Me çunat e basketbollit kemi të përbashkëta. Ti gjithmonë në qiell fluturon dhe këta gjithmonë gati, gjithmonë fluturime. Janë në tabel me topat najër. Bona si shikon këto sportet përveç futbollit, basketbollit, volejbollit, to që janë natyrë kështu, outdoors? Për mua, për mendimin tim, është një iniciativë shumë e mirë dhe ndihmon dhe në turizmin për Shqipërinë, domethënë ndihmon dhe në zhvillimin ekonomik. Me ardhjen e këtyre sporteve që përpara nuk kanë qenë të zhvilluar në Shqipëri, ndihet dhe pak një influencë lehtë tek turizmi. Unë merrem pak me turizëm. Dhe së fundmi kam konstatuar që ka shumë interes nga tuajt që të vizitojmë vende malore si Shqipëria, në Shqipëri si Voskopoja, në Tropoj ka shumë interes. Shikon të këto turmat me motor, Red, që shikon gjatë gjithë kohës që nisen, janë si ushtri, turist. Po, Shqipëria të jep të mundësit, sepse ka det, ka liqene, lumenj, male, që edhe Alketi
Nëse i deal me këta do e bëjmë ne që. Do do na japin kosh basketbolli edhe do përfitojmë fluturime pa lek. Ose fluturime dyshe dhe knajsi pse do të bëjnë kurse, se janë gjithë të çuna që mund. Herë në javë do vi ke ekipi Tiranës. Edhe në vit, po ja. Megjithatë, mendojnë që sot kjo mbledhje, ky bashkim le të themi kimik midis federatave do japi frutë dhe do japi rezultate. Jo jep, edhe ka dhënë, nuk është e pe entuziazmin aty, e pe saksin e fjalëve që thoni sekretarët e federatave apo dhe ato që morën fjalën. Pra ata flasin në bazë të fakteve, në bazë të rezultateve që janë arritur. Për shembull në një Rally Albania nuk ka munguar pjesa aeronautikës, apo në të kundërt, kur ka pasur një aktivitet të Albania Open, ka qenë gjithmonë një pjesë e stafit të rallyt në qoftë në ndihmë, qoftë në ekzibicion, në makina apo motor. Pra është një bashkim mirë e theti, bashkim kimik që është i pandalshëm, edhe them që do ketë një Sot në Muzeun Kombëtar u ndanë Federata e Motorciklizmit, sepse Federata e Motorciklizmit ndau çmimet vjetore, sepse ato bëjnë gara dhe nuk i kishin dhënë çmimet. Ndërsa Federata jonë kampionatin e mbyll në Albania Open maj, pra ne kemi kampionatin fillon në Korçë, në Korça Open Air dhe mbaron në maj, kështu që ne japim çmimet në fundin e Albania Open, ku Ora News është ekskluziv partner gjithmonë partnership mediatik, kështu që nëpërmjet Ora News-it dalin dhe fituesit e Albania Open edhe të kampionatit tonë. Ajo që ishte e rëndësishme sot pash entuziazëm, pash optimizëm, e vure edhe Viron Bezhani, Komiteti Olimpik, tha më pëlqeu, tha kjo se ishte diçka e re. Pra shikoj njerëz gjithë duar të rokisnin për njëri tjetrin, edhe unë tani, se më lind gjithmonë kam pasur, që ideje kam pasur për shumë për këta djem që janë tu. Se ne me Kosovën bëjmë një kampionat për bashkët, ndoshta jemi të vetmet federata, e jona dhe e Kosovës, si bëjmë një kampionat kombëtar dhe një kup kombi. Po ku ka më bukur, ne atë kufirin e mori nëse kemi eliminuar, sa është kufi imagjinar, fatkeqësisht i tmerrshëm, si koncept. Bëjmë një kampionat kombëtar. Dhe që të keqe ka që dhe federatet e tjera ta bëjnë, që të keqe ka që pse mos ishte dhe basketbolli një tur Shqipëri-Kosovë dhe ishte e zakonshëm. Dhe di pse, se do injektohej tifozeria që bëhet në Kosovë, do vinte këti. Po ku ka si tifozeria në Kosovë për basketboll? Të vinë tikësh pallat sportit, të numërosh ato kariket e plastikës që kanë vite me radhë që vetëm ndrojnë ngjyrën, se nuk shef njerëz aty. Këtu është problem dhe nuk e di se si do zgjidhet, se nuk kanë vjen mirë gjithëve. Objektivi gjithëve ne që merrem me sport është masivizim dhe shikueshmëri. Se kuptuar që gjithmonë është ky termi turistëve. Megjithatë ka një numër të konsiderueshëm apo ja thjesht numërohen me gishta nga këto lloj sporti. Dhe ne shikojmë ju vetë personalisht keni sjell shumë. Ne kemi sjell shumë. Atë ti marrim me radhë. Aeronautika shqiptare sjell në shumë disiplina. Se gjithë ato logo që pati unë aty nuk janë kot open air, që do thotë janë gara international, që vinë tuaj dhe marrin pikë dhe pikët shkojnë federat, i dalin në faqen e fajit. Pra kanë interes të marrin pikët. Pra vinë Shqipëri, jo vetëm për turizëm, po ama marrin dhe pikë gare. E justifikojnë ardhjen. Pra një anë kjo. Ana tjetër është se kjo shifër shkon mbi 250 veta në vit, që ne marrim nga jashtë. Federata juaj vetëm. Po, vetëm sportet e ajrit. Por Rally Albania që ka 500. Dakor. Apo tjerë dhe tjerë. Alket, çfarë thon sepse rrin ditë natë me ty në për udhëtime, në për malje, në për gjitha me rast. Si flasin për Shqipërinë, se është ndryshe në kamera, ndryshe kur rrin tër Më thoni një se dhe djemt të flasin dhe këta ke kjo pikë, sepse edhe këta luajnë dhe janë pjesë e turizmit, paketës turizmit. Dhe basketbolli është pjesë e paketës turistike, se është turizmi sportiv, se këta e din shumë mirë. Po ku ka tuaj që vjen në Shqipëri? Ta fusim tani si nocion, nuk ka qenë. Ku ka tuaj kjo kamera është from the air kjo? On the air. Po jo, on the air jemi shumë. Po këtu brenda, e qartë. Ku ka më mirë se një turist juaj, kush është ai që flet keq për Shqipërinë? Gjen një vend të virgjër, gjen një vend me tradicionalisht me ushqimin më të mirë dhe më të lirë në gjithë vendin.
gastronomin të jashtëzakonshme. Në mal një nuk ka, vetëm ushqime me vetë. Nuk është se ne jetojmë në mal, kupton, ne sigurisht shfrytëzojmë lartësitë, po në çdo në gjithë Shqipërinë që qëndroni për ditë apo jo, nuk ndodh. Në aktivitetet ndërkombëtare sigurisht është kusht që ti duhet t'i çosh pilotët apo ata që garojnë në vend akomodimi, me drekat, me darkat, patjetër. Këto janë norma, por ama janë elemente tjera. Pse më thonë mua Alket Islami gjithmonë thot ka arritur që ha gjëra në pyll, gjëra historire, gjëra ato pastaj janë ku shkojmë ne, sepse nuk ngelesh gjatë shërbitjes së çandor. Ku shkojmë ne për të bërë fluturime dhe aktivitete apo ku shkojmë për të bërë fotografi diku, jo gjithmonë kam afër një pikë që duhet ushqiem apo akomodohen, thonë, kam shfryzoj pastaj pjesën e pajisjeve që kam makinë apo çfarë. Kur mbarojnë ato në pyll, sigurisht pastaj nuk është se jetojmë shumë larg vendeve të banuara. Nëse kjo ishte. Megjithatë vetëm se e di që vetëm thon flasin Alketi kështu. Thon flasin, po nëse ndoshta kur marrin produktin pastaj. Prandaj megjithë kam studio, është edhe parë që pak të vjen në emisionin tim dhe prandaj desha të pyes kështu live. Mirë. Shkojmë për reklama, sepse është momenti dhe pastaj jemi sërish tu. Flasim për basketbolin shqiptar, sfidat dhe problematikat e tij. Okej, jemi këtu, jemi Sport Magazin, flasim për basketbolin. Kemi në panel Red Vogli, Bruno Daliu dhe Alket Islami, ku diskutojmë natyrisht për basketbolin, por jo vetëm, por edhe për këto sportet e tjera outdoors. Pjesën e parë ishim atje, pjesën e dytë, Red, si ndihesh që je shpallur lojtari më i mirë në Shqipëri? Normalisht është privilegj, sepse të fitosh një çmim personal me sporte kolektive, është një diçka që nuk qello për herë. Domethënë, kështu që është një privilegj për mua që marrë një titull tillë, sepse vlerësohet dhe puna mbi të gjitha. Ju morët dhe çmimin Fair Play. Ishte i bashkangjitur? Po, ishte i bashkangjitur me çmimin, ishte domethënë i veç mas të tjerëve, sepse ishin 10 sportistët e vitit plus dhe Fair Play. Po kjo puna e Fair Play do thotë që unë, me thonë drejtën, nuk kam vrasë si kundërshtar me dashje, ose e kam respektu, jo, as Brunon. Pavarësisht se është i fuqishëm, kështu. Bruno, si shkon kampionati? Faktikisht probleme ka shumë dhe ti thush gjitha në një emision nuk mjafton kohë. Okej, thuaj më kryesorët. Më kryesore fare janë jo rrogat, dietat e lojtarëve. Nuk paguan? Jo, dieta është dieta ushqimore që një lojtar duhet marrë. S'po futen fare dhe rrogat, se rrogat ka lojtarë që s'paguhen fare. Domethënë marrin vetëm dieta. Po përsa i përket dietave, as ato s'po i marrin plota dhe po i marrin lojtarët e basketbollit nuk ushqehen. Nuk ushqehen, nuk ushqehen, nuk paguhen, janë shumë, domethënë, ty them rrogat janë qesharake. Dakor, problemi më i madh është dieta, thonë ju në basketbollin shqiptar. Po dieta se s'kan ushqim, duhet marr, një sportist duhet marrë kaloritë caktuara për të performuar dhe për të bërë. Problemi është një klub basketbolli për 10 djemsa, 10 janë në ekipi basketboll, 12. Nuk është se ekip futbolli që shkon 23. Çudi e madhe është. Dhe një dietë ushqim. Do të diskutohet ushqimin 2015 në basketboll, duket paradoks. Duhet ta nisja ndryshe intervistën pa çove. Jo, unë do ta çoj të gjëja më banale dhe gjëja më kryesore, që është problemi më Jo, dakor, mos fshihemi më zgjisht. Më kryesor, unë do t'i them gjëra tamam. Sepse ka njerëz që bëhen shefa klubi me mik, zgjedhin nuk janë të ndryshëm. Janë në shumës anë tek? Po, janë në shumës më shumë, se këtu në Shqipëri janë shumës dhe është bërë fenomen që përsëritet gjithandej. Bëhen shefa klubi me mik, sjellë një trajner mikun e vet, trajneri heq një lojtari 200.000 lek, i thot do ta marrësh një herë në 2 muaj, do ta marrësh një herë në 3 muaj. Në kluba ndryshme se s'duhet ta banalizoj tani. Nuk duhet ta banalizoj. Mora vesh. Ka shefa klubi që preferojnë që ekipet e veta trinë në kategori 2, sepse aty nuk i kërkon llogari njeri, dhe janë dhe shefa klubi, janë dhe trajner, janë dhe menaxher, janë dhe doktor, dhe marrin nga 4 rroga dhe si leverdista çon ekipin kategori të parë. Sepse thot, ta çojnë kategori të parë do fillojnë tifozët e njerëzit të kërkojnë llogari. Këto janë problemet nga më banalet, po janë raste që vërejnë në gjithë Shqipërinë. Është problemi kombëtare që shqyr Zotit mbas
4 vjetësh, 3 vjetësh që ka ngel Shqipëria pa kombëtare, por i mblidhet sërish, shqyr vendosi federatë ta rimbledhi. Do shkojmë atje. Me jate, ka momente të bukura rreth basketbolli jonë? Luhet Normalisht ka. Është më kompetitiv këtë vit? Është sepse është fut edhe të uta e Durrësit në garë, plus është Vllaznia që është kampionja në fuqi, që ka një ekip me përbërje, domethënë nga Shkodra, pothuajse gjithë ekipi. Dhe është ekipi i Kamzës, ku bën pjesë dhe Bruno Daliu, është dhe ekipi i Tiranës që bëj pjesë unë dhe me thonë drejtën ka pas momente shumë bukura sepse ku ka neshje të forta me rivalitet afrohen dhe tifozat dhe kjo jep një bukuri më shumë basketbollit sepse pa tifozerin i bjet ka momente të mira. Ja i shikojmë në një insert pikërisht highlights-et, momentet, disa momente nga kampionati i basketbollit shqiptar. Po jemi këtu, shikojmë të momente të bukura të basketbollit shqiptar, janë momente të bukura, janë highlights-e, por natyrisht janë dhe momentet e këqija, ato që janë pas këtyre, është pjesa e errëve, nëse ne nuk e shikojmë. Për këtë flet Bruno Daliu, për këto flet jo vetëm ju, po edhe disa tjerë që kanë probleme me basketbollin, që nuk është atje ku duhet. Nuk është atje ku duhet dhe fatkeqësisht po bën regres. Sepse deri tani, domethënë, unë duhet i përgëzoj gjithë lojtarët që vazhdojnë ende ta luajnë si sport, sepse sa rrezikon të eliminohet. Po, nëse gjërat vazhdojnë kështu siç janë, rrezikojnë të eliminohet, se s'ka një incentiv ose një stimul për këta lojtarë për të vazhduar. Një lojtar që Po për Red Voglin do u shpall lojtari më i mirë, ka stimul. Nuk është momenti jot, nuk ma merr mendja që nuk ma merr mendja që përveç atij çmimit ke marrë në një incentiv financiar ose në një shpërblim tjetër. Po nëse do ta prekësh dhe nga Johan, ka pas qenë një çmim këtu që dilse mjeshtër sporti, kur fitoi 5 kampionate. Unë kampionatin tim 5 të arrita me ekipin e Vllaznisë para 2-3 vjetësh. Dhe kur pyeta sekretarin e federatës, si është puna e çmimit, do jepet në një titull në gjë, tha e kemi heqë si titull. Çmimin e kujt? Çmimit mjeshtër i merituar i sportit, që arrije kur një lojtar merrte 5 kampionate, është hequr. Dhe nuk jepet më si titull. Ja, s'do çmimi tjetër. Tani, çmimi tjetër është dhënë nga Komiteti Olimpik, Komiteti Olimpik Shqiptar. Unë me thënë drejtën, Komiteti Olimpik Shqiptar ka një 10 vjet për Pallat Sportit, që të qofi një ndeshje basketbollit. Komitetin. Ja, po sot isha unë, edhe ishte zoti presidenti i Komitetit Olimpik, zoti Bezhani, ishte prezent. Unë kam parë gjithë të aktivitetet. Varet se, për shembull, unë i kam pa ato të Komitetit Olimpik. Po. Kam pa në Pallat Sportit. Jo se du të mbroj se kam fitur. Keni dy shikime, dy këndë vështirë, po dy njerëz nuk shikojnë një të gjëra, dhe kjo është e bukura. Por që janë njerëzit më serioz të sportit, ndodhen Komitetin Olimpik Shqiptar, sepse mundohen, por kështu janë kushtet këtu në Shqipëri. Megjithatë Bruno nuk është. Unë nuk e di se nuk e kam parë, Edi mund t'i ketë parë, sepse e ke parasysh ashtu kanë qelluar në ndeshjet veta. Unë nuk di të ketë një rakordim midis Komitetit Olimpik, Federatës Basketbollit Shqiptar dhe Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sporteve
që nuk ja kemi ndjerë njëherë prezencën në basketbol, domethënë. Nuk ja kemi ndjerë njëherë prezencën. Duhet ketë një rakordim më të mirë midis këtyre institucioneve, sepse basketbolli po degradon. Tani si basketbolli janë dhe shumë gjëra të tjera këtu se nuk po shkojnë gjërat e tjera vaj që shkojë basketbolli mirë. Po të paktën një sport që ka potencial, sepse basketbolli do një kosh, një tabel edhe një top. Nuk është se do gjëra më shumë, domethënë. Do ambiente, dhe ambientet këtu, dhe ambientet që janë kanë degraduar. E tha zotëria që pallati i sportit, më vjen keq kur shoh pallatin e sportit me karriket bosh. Më vjen keq kur shoh pallatin e sportit që hedhin shtangat aty te ai parketi, e ke parasysh dhe e bëjnë me gropa, sepse jemi rrit aty dhe kemi luajtur gjithë jetën. Më vjen keq kur shoh që e kam përsërit një 3 emisione që kam qenë i ftuar këtë, ato perdet e pallati i sportit që kanë arritur një ngjyrë kafe dhe gri, dhe se janë ndruar që në kohë të komandantit. Për këto gjëra më vjen keq. Vjen keq për një sportist që mund ta kem në ekip ose mund të jetë në ekip tjetër dhe dëgjoj që këtij sportisti ka nejë dieta dhe smer dot 250.000 lekë muaj sa është dieta ushqimore, po merr 250.000 lekë çdo 2 muaj. Këto janë gjërat që më vjen keq punë. Se unë tani s'do bëj karrierë, se jam 30 vjeç, do bëj më karrierë me basketbollin. Se çka ka pas për t'i marrë ka marrë. Po ky brez i ri që ka diçka për të marrë. Ti e alarmin se basketbolli po zhduket. Po zhduket dhe është një gjë e trisht. Red mendon kështu? Dhe unë jam dakord sepse nuk po ka punë, domethënë nuk ka punë me moshat e vogla, domethënë me para të ri, ose duke filluar që ke baby basket që i ka bota. Jashtë merren ekipet zinxhir akademia mungon basketboll. Mungojnë. Dhe kjo është mungojnë ose janë njerëz pa aftë që merren me nuk janë njerëz të durë që ti mësojnë këta fëmijë tamam. Në të gjithë Shqipërinë, në të gjithë Shqipërinë mund të jenë 2-3 trajnerë që merren me mosha që janë, po them, që janë njerëz profesionistë të kësaj fushë. Pastaj të tjerët janë thjesht biznesmen që thjesht marrin atë rrogë, fusin në një fushë basketbolli që normalisht do të bëjnë 15 veta stërvitje, që të bëjnë stërvitje të rregull që të marrin benefitet nga stërvitja, aty kam pa edhe 40 veta. 40 veta në fushë 40 veta, në këto 40 veta mund të jenë 40 veta nuk stërviten dot në fushë futbolli. Po, kështu jam stërvit dhe unë dikur, sepse Faria Hoti ajo ishte vetëm, e fusha Tiranës, ku unë kam qenë që i vogël, dhe madje nga ka kap edhe i periudhë që është edhe qesharake, nga ka kap edhe i periudhë kur ikshin shumë dritat. Dhe shqyqyr Zotit kishim kishën ortodokse afër. Dhe gjithë bota shkon kish për t'u falë, ne shkoshim me vjellë qiri dhe na gjimote prifti nga mrapa, se i mërshim qirit. E i vendosim rreth e qark Faria Hotit që i boshim stërvitje. Dhe me thonë, ta vërteto dhe Bruno këtë gjë. Tu i kemi kalu gjithë të periudhe, jemi të zhvesh dhe në kontajner, se na shkatrun dhomat e zhveshjes, kur lusha me Tiranë. Tani aktualisht që bëhet, nuk përmisot kush duhet ndërhyj, kush duhet që të rregullojnë këta. Po duhet ndërhyj shteti, se pos ndërhyj shteti, këta që janë... Shteti, po klubet janë private. Po jo, klubet janë gjysmë shtetërore. Duhet jetë edhe ligji sponsorizimit, që se ekzisto fare këtu. Po pse si Gal Prishtina shkon, fiton kupën e Ballkanit, edhe vjen me sponsor shqiptar, Po. Basketbolli në Shqipërinë nuk ndodh diçka e tillë. Këtë nuk e kuptoj unë Alket. Me që ke luajtur ti basketboll, që vutesh në bisedë. Jo, kam përshtypjen që mungon ai bashkëpunim. Unë gjithmonë kam ato idenë time personale që sikur të kishte një bashkëpunim më të madh me Kosovën, do ishte pak më mirë situata. Thjesht mbushja e pallatit sportit do kishte pak motivim më tepër edhe të afroheshin dhe sponsorat, po unë nuk jam fare brëndësi se si janë situatët në basketbollin shqiptar. Nuk funksionojnë, thotë Bruno. Informacionin që kam ekipe kombëtare që janë grumbulluar në nuk e di për këtë që nuk pas ka i kanë parë vetë, që janë bërë zbore. Ekipeve kombëtare i kanë parë vetë. Apo janë bërë në përvojë. I kanë parë dhe kanë bërë kronik. Ikën iku kombëtare në falë se ta ndërprerë. Alkit s'ka që se bisedë. Jo, se kjo është Vazhdo Alkit. Jo, këtë ide kisha që sikur të kishte një bashkëpunim më tepër me vëllezërit andej. Se e mirë ti që sponsor shqiptar shkon atje, se nuk vjen në Shqipëri. Qofse du të krijohet të një mundësi më e mirë që sponsorizoj dhe ato lekë hidhen dhe të njihen nga organet përkatëse, atëherë do kemi unë nuk kam informacion se është pjesa e moshave, se mini basketbolli si po shkojnë ekipe zinxhir, këtë s'di unë.
Okej. Me që preke temën e kombëtares. Të moshave. Të moshave, po dhe Të kombëtares. moshave i kam bërë vetë, po i kam dhe parë. Do di, të thotë që nuk ekzistojnë, nuk dhe ekzistojnë. kombëtares e të rriturve. Kombëtare e të rriturve u hoq para 4 vjetësh me një pretekst që do investojmë te moshat, sepse që moshat të vinë dhe të rriten. Të vinë dhe të rrinë fort. Dhe faktikisht u punua me moshat. Domethënë u punua. Po nuk mund të punosh ti, sepse moshat janë lojtarë si ata që tha Redi, që e kanë mësuar basketbolin në një ekip prej 40 vetash. Dhe në një ekip prej 40 vetash... Me 10 ditë grumbullim s'bën dot gjë. Me 10 ditë grumbullim nuk bën dot gjë. Kështu që një ekip kombëtar, si tjetë mosha shtu në Shqipëri, si tjetë ekipi i rritur kombëtar, duhet paktën një grumbullim 2-3 mujor para se të fillojë një aktivitet që të përfaqësohen denjësisht. Ndërkohë që këtu mbaron kampionati, del ekipi kampion, gjithë lojtarët për ekipin e parë flasë, siç u bë para 3 vjetëve. Gjithë lojtarët rrinë 3 muaj pushim dhe pastaj 2 javë para kampionatit vjen federata i thotë, ecëm mblidhuni o çuna, shkojmë tani, përfaqësojmë denjësisht Shqipëri. Me çfarë do ta përfaqësosh? Më fal, sa lojtar aktiv kemi jashtë Shqipërisë si luajnë? Që mendohet që mund të jenë ekipi kombëtar. Tani është pak pyetje me spet se tani ka miratu dhe një rregullore që lojtarët si për 30 vjeçve nuk luajnë, sepse është Ermal Kuqo. Kush e ka miratu? Federata basketbollit. Sepse është Ermal Kuqo që duhet të jetë kombëtar me dojë mos, se tani sipas rregullores që ka po që 31 dhe jemi i miri. Po i bie që zgrumbullohesh sipas kësaj rregullores. Nuk e di për këtë rregullon pse kanë nxjerrë. Po. Zbesoj ti të vërtet. Po, është vërtet. Ja, ndodhi me e kanë nxjerrë me shkrim, me shkresa me gjitha, apo vetëm gojdhëna. Ndodhi me ekipin e femrave. Nuk u grumbullua Plasa në bukur? Plasa. Ka lojtarë sa dush. Po nuk e di, sporti nuk një e mosh, nëse jemi i mirë, normalisht. Për federatën tonë njeh me sa duket, kështu që Okej, Red, po. Nga t'ja fillojmë. Nga të fillosh nga se si mund ta bëjmë basketbollin, çfarë duhet bërë? Çfarë duhet ndonjë operacion basketbolli, një ndihmë. Nëse futbolli ka ikur mirë, le të themi, të paktën ka një make-up mirë nga ekipi kombëtar, vajti në Francë. Po normal që futbolli është mirë sepse kombëtare u kualifiku. Skënderbeu luajti. Jo se s'ka probleme, ka 1001 probleme futbolli. Normalisht që ka, sepse po ky Skënderbeu dhe kombëtari është make-upi më i bukur. Dhe mund të shkojnë në Francë, dhe është një inspirim për brezat e tjera. Për 2015 futbolli ka bërë arritje më të shkëlqyer sepse kombëtare u kualifiku, Skënderbeu luajti deri gati ishte duke u kualifikuar për Champions League. Normalisht është arritje. Kurse basketbolli, siç e tha Bruno, u blloku kombëtarja, ne që në basketboll do më pak investime, unë këtë nuk e kuptoj. Normalisht që do më pak investime, po tu po nuk pati ligj sponsorizimi që dikush vit hedhi ato lek. Nuk e do ka njeri basketbollin këtë vend, çudi e madhe. Edhe puna interesi. Jemi një gjenerat që shkonin pallat sportit dhe nuk gjej bilet me vajt me pak për të marrë. Ka pasas lokale, po themi vetëm basketbolli, do të jetë voleybolli, nuk është vetëm basketbolli problem. Nuk e sepse janë gjithë sportet. Të ekzistojë ky sport. Domethënë, përveç futbollit, gjithë sportet e tjera janë në krizë totale. Këto janë sportet më rëndësishme, basketbolli, voleybolli, futbolli, domethënë peshngritja. Këto sporte nga Shqipëria. Domethënë mas futbollit në numër të federum, domethënë si mas është basketbolli. Mas futbollit. Kjo është kam përshtypjen numër sportistash. Mos afrimi i elementit donator, mendoj që e bën këtë situatë, sepse normalisht presidenti i federatës tonë të aeronautikës, zoti Renis Tërshana, mbaj mend pas disa vitesh ka qenë sponsor në një nga ekipet e basketbollit, më thoshte që donim të krijonim atë frymën para ndeshjeve me vajzat që dilnin me muzikën. Por kjo gjë nuk vazhdoi gjatë. Në fakt është gjëna, sepse të vjen keq kur ti ke pionerë që duan të fusin këto lloj elementesh, se këto e bëjnë atë situatën që të viun atje. Po në një ndeshje basketbolli në Europë, po nuk pati pak show dhe pak ngrohtësi aty. Ikim që nesën e të dy. Po ti ikesh ballat sportit tani. Do një show, do një ambient, do një ngrohtësi, të shkosh aty me pallto me. Po ti ikesh ballat sportit atje, është më ftofët. Të shohësh një pallat sporti që e kanë marrë frymën gjithë pallatet rreth e qark. Pra, nëse ai pallat sporti të rrethohej nga vit në vit me gjelbrim më shumë, ai më mirë tiki tani, se ai nuk është. Jo, po që aty fillon ai që unë. Tani, ajo të pak ngrohet edhe duke qenë një ambient i ngrohtë, unë them që mund të hyjë edhe. Këtu është problemi që njerëzit janë flegmatik
dhe duhet ta nisi shteti diçka që t'i shkojë deri në fund për t'u bërë diçka. Sepse po se nisi shteti, ata shefat e klubit do marrin ato lekët e trajnimeve nga lojtarët dhe do shkojnë t'i pinë raki. Ka që problematik që nga shefat e klubit e ke Po përmend shefat e klubit e lojtarë edhe trajnerët, se pinë raki bashkë, e ndajnë lekët. Ata do shkojnë t'i marrin ashtu. Duhet një ligj për sportin. Se i bie vërdall. Duhet një ligj për sportin, sepse janë faktikisht 16 ekipe profesioniste në Shqipëri dhe ma merr mendja se te 12 nga këto njerëzit s'paguhen. Kam përshtypjen. Duhet një ligj për sportin, se nga këto 16 ekipe nuk do ishte keq që shteti shqiptar t'i thotë 16 bizneseve të mesme ose bizneseve të mëdhaja, mos na jep ato lekët e taksave, udhin sporti dhe ja do gjeheshin lekët për sportin, do kishte lekë dhe për ambiente, dhe për sponsorizim, dhe lojtarët do hanin, dhe tifozët do vinin, dhe show do bëheshe. 16 ekipe janë shkrete, për 16 bizneses ma merr me një të ngel shteti shqiptar keq, që ti marri lekët edhe trisi buxhetin vjetor. Po, nuk ka interes. Nuk ka interes as nga shteti, sepse është diçka që është mënjanuar dhe është harruar në një anë. Edhe te zgjedhja e presidentit federatës që u bë e fundit, kishte vetëm një kandidat për president. Mirë, si s'ka interes, sepse sporti largon nga rrugët e këqija, sporti është investim edhe në mjekësi, sepse përkthehet që nuk shkojnë njerëzit në spitale. Basketbolli është një sport që e bën racën më të mirë, zjatet, pse më përburi dhe nuk ka interes. Po sepse shohin interesin afat shkurtër, që të fusin një 2 lekë në xhep dhe ata që kanë gjërat në dorë, dhe nuk shohin interesin afat gjatë, që nesër pas nesër do ta trashëgojnë fëmijët e vet dhe pasardhësit e vet, si sport, si basketboll dhe si gjërat e tjera. Po problemi në basketboll është se nuk ekziston pica, me dakord, do ta ndajnë. Po çfarë, aty nuk ka lek, çfarë do fitojnë ata? Apo ato rrogat e shefëve të klubit. Ore, privatizojmë. Privatizoj, bëhe një biznes, mos më jap, ta thot shteti, një biznes mos më japi taksa fare vjetore. Vetëm kjo është zgjidhja, kjo është formula. Po kjo është formula për ta zgjidhur. Se shteti se zgjidh dot, se thot s'kam fonde. Do flasish me federatën, federata do thot Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve nuk ka buxhet të mjaftueshëm për ta bërë. Pati nga kryeministri një diçka ka qenë dhe pjesë e botës basketbollit dhe pati që ta fuste në për shkolla basketbollin, që ta fuste të sportet elitare. Ajo është gjë e mirë, ke parasysh sepse janë rritur klasat e fizikulturës, më duket, në për gjimnaze, domethënë është rritur një orë mësimi. Po është një gjë që të arrisësh një klasë fizikulture në një shkollë, në një universitet, është në një gjë komplet tjetër një ekip basketbolli profesionist mbas standardeve. Sepse shërben, dhe si që thatë dhe ju, dhe për përmirësimin e shoqërisë, lëvese, duanin, cigaren. Sot po të rinë gjithë mosha adoleshente po të rinë bixhoz. Në për bilardo, në për kazino, në për të kuqe të zezë. Mund të ishin aktivizuar në ekipet ndryshme. Po tani, s'ka... Ministria i thot federatës, ne s'kemi fonde. Federata në thot neve s'kemi fonde, ne vim këtu në emisione, themi bënë në gjë, dhe është si vorbull. Në shkryuar një si rrët vicios dhe s'bën njëri gjë. Pra ndaj duhet një vendimi vendosur. Po, Elket. Jo, kjo djali po fletë dhe unë mendoj dhe pjesën tonë. Sepse normalisht kjo dihet që nëse një sportist nuk është në regjim gjithë javën në aktivitet sportiv, sigurisht që kur vjen gara pas e kompeticioni, mos prit që ai të lullëzojë aty. Edhe në sportin tonë ndodh kjo dhe në sportet e tjera, se megjithëse ne bëjmë aktivitete, por ama sportistët vinë nga fushat ndryshme, janë pra sport individual që ti nuk i detyron dot, sepse nuk ke fonde që ti mbash gjithkohën në regjim. Du të them diçka në Ballkan, në shtetin Serbisë, më ka bërë përshtypje kur ne fituam drejtën për të bërë kampionatin botror në Vlorë, në 2017, votimi u bën Beograd dhe pata rastin që të flisja me federatën serbe të fluturimeve. Unë isha parë kur vin pilota serbë, marrin rrogë nga shteti serb, pra pilotët e fluturime që nuk janë sporte olimpike, po flasin për sporte jo olimpike, dhe kur vjen puna, pra subvencionimi nga shteti është i fortë. Inkurajohen pilotët, sportistët me rroga që të arrin rezultate dhe gjithmonë ngrenë flamurin. Pra objektivi kryesor është një, që të ngrenë flamurin. A i ngrenë zërin basketbolli, a gjenë një formul, ta njerëz që janë në fillim? Sepse ju një basketbollist është e vështirë, erdhët sot në emision, folët, ju dëgjuan dhe
por duen njerëzit që janë kupole drejtuese e basketbollit që të ngrej këtë zë dhe të shkojë trokasin derën e dur. t'i marrësh këtu Mbase nga që përshtypja. bëni lobim për basketbollin. Sigurt që mas të emisionit nuk ka për të ndodhur asnjë gjë, thjesht të vazhdoj e njëjta. Sepse gjithmonë që njerëzit flasin diçka ngelet. Më falë, po kupola drejtuese e basketbollit, bashkë me Brezin që është mësu të pi rakinë për kafe, se sa t'i japi dietat lejtarëve, duhet hikin gjithë dhe zvendësohen në njerëz të ri. Se kupola vjetë e basketbollit këtë tradit ka dhe ka të trashëgume dhe kështu do vazhdojnë qofse do rri po kjo kupol në krye. Kështu që nuk Ke fjalën për e kam fjalën për të gjithë njerëzit si drejtuesa, si shefa klubi, si trajnera, sepse nuk po i hapin rrugë as brezave të ri. Sepse tani ka njerëz që mund ta bëjnë punën e trajnerit shumë mirë dhe nuk ka. Po si mundet një ide, si mundet kërkohet, ku duhet shkuar, ku duhet trokitur, kush është dera dhe çelësi magjik që mund ta rregullojë? Tani ne mund trokasim vetëm këtu, që shqyr zotit ftohemi nëpër emisione tani ose ndonjëherë kur fitojmë kampionatin që kemi fatin dalin nëpër emisione dhe t'i themi problematikat. Dhe unë ta garantoj që mbas këtij emisioni, derisa të ftohemi herës tjetër nga ju, ose derisa dali dikush kampion, nuk do flitet më për problematikën e basketbollit. Ne kemi folur vjet për shembull, ka qenë emisione shumë. Po ja ku jemi prapë si vjet dhe po të njëjtat problematika biles dhe më keq. Ne do themi fjalën tonë, nuk kemi fuqi. Gjithsesi është për t'ju falenderuar sepse Pallati i Sportit do prioritet ke futbolli dhe asnjë gjë ke shumë sport. Red megjithatë duket pak dritë në tunel me kombëtaren që mundet të riaktivizohet, të futet në eliminatore, të japi një shkëndi, një impuls basketbollit sërish, sepse këtë kombëtare ne nuk e kemi pasur fatkeqësisht dhe mjerisht që në vitin 2012. Dhe kjo është një humbje, një regres i madh për ekipin tonë përfaqësues dhe për basketbollin ndërsi. Do me thonë, në 2012, kur ne kishim Ermal Kuqën, që do të thotë që është lojtari më i mirë që ka pas ndonjëherë Shqipëria, do me thonë, ishte akoma në formën më të mirë, do me thonë. Dhe la kombëtaren e Turqisë për t'u bashku. Dakor, mëse basketbolli do nxjerrë dhe kuqët tjerë dhe brezat tjerë, siç kanë nxjerrë më parë. Në Shqipëri është shumë vështirë dalin. Do dalin fëmijët e emigrantëve që janë jashtë mund të bashkohen ekipin kombëtar. Jashtë, po, këtu edhe Ermal Kuqë, që ka arrit atë lloj niveli, është rrit jashtë. Mund të vinë fëmijë emigrantë, rëndësi ka që federata ta dojë dhe ta bëjë ekipin kombëtar të basketbollit. Po federata nuk punon fare për punën e zbulimit lojtarëve sepse shqiptar ka pafund në Europë, në botë. Mund të bëhet kjo si kombëtarja që ti mbledhë më të mirët? Kombëtarja e futbollit. Sa nga i mbledhë. A punojnë? Po pra. Sepse shkojnë, shikojnë, kombëtarja e basketbollit nuk është mbledhë nga 2012. Zbore, do me thonë, nuk janë bo. As miqësore s'janë bo. As miqësore, do me thonë, edhe kur u mbledhë kombëtarja e gocave, e femrave, do me thonë, të rejat, humbën me shifra qesharake, 100 me 10, 100 me 20, nuk e di diçka e tillë, po shumë, domethënë shumë rezultate dobta sa që është turp me i çu ato lloj sepse mbase ky ka qenë dhe shkaku që e kanë pezulluar për një farë kohë. Jo, ne kombëtarja çuna me kemi humb, por nuk kemi humb me shifra, domethënë patëm arrit dhe suksese. Domethënë sukses dhe them unë që kemi humb në Rumani me 1 pikë. Do me thonë mund kishim fitu me 2 gjyte. Ka fitu me Landa Vramin, më mend që kanë fitu ndeshje. Po, Tiranës, po, ka fitu dhe kundra Serbisë në lojrat mesdhetare. Por Serbia ishte në 19 vjeçar. Nuk e përmeni njëri. Nuk e përmeni njëri. Se të rafësh Serbinë, do me thonë është diçka arritje. Do me thonë ku ka ikë në Serbi, ka marrë vesh ai trajneri, e kanë shkarku direkt, sepse thot Bruno janë 19 vjeçar, po 19 vjeçar në përbot, do me thonë nuk i kap dot. Po puna është bëhemi dhe ne si botë. Sporti këtu ke ne, në Shqipëri, është drejt shkatrimit, sepse kur një sportist që e që veten profesionist, unë që kam marrë çmimin, po ta them kështu, jo se jam unë më i miri, po ta them se ka lojtar sa të dush dhe më të mirë se mu mase. S'mund të them unë. Komiteti Olimpik nuk gabon të them çmimin. Por që po arriti një sportist profesionist që do përfaqësojë dhe ekipin kombëtar nesër, që të punoj 8 orë çdo ditë, qohet mjes, punoj dhe të shkojnë stërvitje i lodh nga puna, do të thotë nuk do japi produktin e dur. Nuk do japi rezultatin. Bruno, kampionatin kush e fiton? Kampionatin e fitojmë ne, nëse jemi të shëndetshëm.
është mendimi im. Kamza. Kamza. Kamza basket. E fiton. Kolegu s'do jetë dakord me mu, po do t'ja tregojmë fush. E fiton. Je i bindur për këtë? Po. Në qoftë se jemi të shëndetshëm deri në fund sezonit, sepse kemi grupin më të mirë nga ekipet e tjera. Jo se jemi lojtarët më të mirë nga ekipet e tjera, po kemi grupin dhe bashkëpunojmë njëri tjetrin shumë më mirë se ekipet e tjera. S'kemi as konflikte me njëri tjetrin. Se të Tirana kanë konflikte s'kanë. Kush e fiton ret? Unë para disa ditësh dhash dhe një intervistë te Gazeta Panorama Sport dhe kam deklaruar që do fitojmë triplet. Kup, Superkup, kampionat. 3. Po. Dhe kjo është Jo një, po kjo nuk është se e them se ktheu nga ne, jo nga mua. nuk është se e them kot për të humbur, por e di forcën e ekipit, sepse kemi vite që luajmë bashkë dhe normalisht është ekip me emër, me traditë. Është rikthyer dhe Avrami. Është rikthyer dhe Avrami, po. Dhe sa ndikon kjo në kthimin e trajnerit, sepse Avrami ishte kampion absolut me Tiranën ato vite. Po, është e vërtet. Domthon ka kriju atë harmoni në grup që ka qenë dikur, jo se s'ka pas harmoni, po jo se s'ka pas harmoni. Menaxhimi shumë i mirë, bën menaxhim mirë. Po. Kam përshtypjen. Këtë e ka. Plus është edhe trajner normalisht. Okej. Dhe e kam deklaruar dhe herë tjera, po do ta them prapë që tani gjoj edhe Bruno, që është kundërshtari im direkt, që Tirana tref vetëm me fanellë. Këtë do ta tregoj gjatë kampionatit, sepse ne kemi edhe tifozërinë më të mirë. Tirana Fanatics, kështu që do na mbështesin. Ka merkato Tirana, blerje, lojtar cilësor. Deri tani jo, po puna e kësaj merkatos me që rasti du ta shpreh. Federata bën një diçka që na i ndodhi vjet, sepse ne ishim vend parë, mbyllëm vend parë kampionatin dhe në finale, para play-offit, hapi merkatën Federata dhe Vllaznia bleu 2 lojtarë amerikanë. Domthonjë gjeti një shumë jo shumë të madhe, domthonjë që ne nuk e kishim. Bleu 2 amerikanë dhe fitun kampionatin. Edhe një malazez e kishin. Duhet ketë dritaret e durë. Federata duhet bëjë diçka që merkato është një anar, siç e ka gjithë bota dhe mos rrit tash tu hap merkaton para play-offit. Për çfarë bëhet këtë? Pa është skandal. Jo skandal, por super skandal, sepse tash ne kemi gjithë vitin që lodhemi, vjet tjetri nga Amerika, normalisht amerikan ka më shumë eksperiencë. Dhe bëhet e diferencë me ne, sepse ne Bruno se çfarë do të thoj se ka gati, do të thoj shikoj. Po dëgjoj që është kthy Avrami. Atëherë Avrami nuk është Elenio Herrera, magjistari i topit, që parashikonte neshje dhe thotë do fitojmë kaq dhe do fitojmë. E dyta neshjes fitojmë në kanatiere, po fitojmë me djersë në parket. Kështu që sa do tradit ketë Tirana, të tregoj aty parket. E treta arsye se do fitojnë këta të treja, po do t'i fitojmë ne, është që dalim me justifikime, jo po Shkodra do sjellë 2 lojtarë amerikan para se finaleve, para kështu. Ne si Kamza s'na intereson se mori amerikan, mongolez, indian, spanjoll para kampionatit. Biles akoma më mirë po t'i marri, se shijon fitori akoma më shumë asi i rreth. Prandaj them që do fitojmë. Jemi në fund, jemi në epilog të emisionit, folë edhe për basketbollin, se paske qenë paske luajtur dikur basketboll. Planet e fundit, me një fjalit t'i përmbledhim gjithë federatës suaj dhe aktiviteti që vjen i pari. Aktiviteti që vjen është objektivi kryesor i federatës tonë, është rregullimi i 2 terreneve take-offeve që quajmë ne të fluturimit, Dajtin dhe Llogaran. Janë 2 projekte që them do mbarojnë brenda aktivitit dhe do inaugurohen me 2 aktivitete. Në 14 mars kemi një Tirana Air Game të madh në malin e Dajtit dhe Giro Open Air është gara e radhës e kampionatit që është në Gjirokasën në 18 mars. Leje merë do të më franë si të fluturosh me kombëtaren. Po mundohemi që t'jemi tek fshati turistik ku do akomodohet ekipi, aty mund të fluturohet. Aty mund të fluturosh? Po do rim diku aty me çadra dhe do jemi aty. Se duhet dhe leje në Paris të një leje posaçme që vështirë shumë. Unë dhe në qoftë se do dhe fjalën tjetër të fundit për këto djem të mrekullueshëm këtu, pak në të shkojmë t'i shohim. Mbushim pallatin e sportit. Jo vetëm Alketin do t'aftojmë ke ekipi Tiranës i herë në javë. Okej, le të jetë tek sepse është edhe tifoz i Tiranës. Jo, nuk jam Me keje? Me Partizanin. Kundërshtar. Po s'kemi basketboll Partizan. Jemi në fund, më thonë, mbyllë, sepse kemi kaluar çdo lloj limiti. Biseda kishte ritëm, me ja të Bruno Deliot falenderoj, uroj që
kampionatit bëhet më i bukur, Alket, Islami, Faleminderit. fluturime sa më të mira, Të presim fluturorët e në tjerë vogli Faleminderit dhe juve që në kampionat dhe në çmime të na i tjera. mundsut këtë emision sepse është diçka e madhe për ne basketbollit që keti emision posaçëm vetëm për basketbollin. Okej. Unë falenderoj. Faleminderit. Ju falenderoj dhe ju që na ndoqët. Bashk, miropafshim.